Ai ka bërë as zgjedhje, e gëzoft zgjedhjen. Sali Berisha foli për të drejtën e zgjedhjes së lirë kur u pyet a rrezikon Ervin Saliani përjashtimin nga Partia Demokratike pas nisjes së takimeve me bazën të cilat Kryedemokrati ka këtë cilësim. Është një antar kryesie i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qenë. Askush nuk po guxon ta thot, por rruga që po ndjek i ashtu quajturi grup rebel nuk të çon drejt selis blu. Berisha portën e la të hapur, por rregullat nuk ndryshojnë. Të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Por andjehet i rrezikuar Sali Berisha me atë që po ndodh, përgjigjen e dha duke qeshur. Unë i sfiduar. Mos e pyet. Duke ju rikthyer seriozitetit, kryetari i Partisë Demokratike përmendi edhe fjalën tradhti, duke thënë se grupime të tilla nuk e impresionojnë më. Ata që i kanë tradhtuar militantët që punuan për amidurmisht e të tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ai nënvizoi se nuk bëhet fjalë për përjashtime, por llogaridhënie. Llogaridhënie paralajmëroj. Sigurisht llogaridhënie. Berisha vlerësoi demokratët që sipas tij nuk ju bashkuan takimit në Durrës, ndërsa kishte një koment për ata që mbushën sallën. I përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata çfarë ishte, u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet. Kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, ç'është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet. Në pritje të përgjigjeve të Sali Berishës, deputetët demokrat u treguan më të përmbajtur në komente. Unë takoj çdo demokrat pavarësisht nga emri dhe mbiemri. Po pra do ta kur të vinë lush një zoti Saliani. Po ti pyet çdo demokrat? Çdo demokrat është i mirëpritur kudo dhe për të qenë një armë më shumë kundër kësaj qeverie. Dhe do të vazhdoj që të jap kontributin tim Partinë Demokratike, po të përballet me kundërshtarin këtu, partinë e lëm ke partia. Unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani bashkë me një grup tjetër figurash të partisë kanë nisur takime në bazë krahas foltore zyrtare të Sali Berishës. Po këtë të njëjtë, Partia Demokratike ka shpërndar edhe udhëzimin në çdo deg për fillimin e analizës për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit.